Drejtoria e Policisë Lushnjë njofton se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin FA, 54 vjeç, banues në fshatin Kosovë e Vogël, pasi dyshohet se qeni i tij ka kafshuar në dorë shtetasin FZ, 58 vjeç, i cili mori mjekim në spital dhe u largua për në banesë. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjaka referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin EQ, 45 vjeç, banues në fshatin Gërmenj i Madh, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin EG, 37 vjeç, banues në fshatin Treblov, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, dhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GK, 38 vjeç, banues në fshatin Murriz, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi motomjetin pa targa. Dje specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan shtetasin OT, 43 vjeç, banues në fshatin Libofsh, i kartelizuar me probleme të shëndetit mendor, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Dhe kapën shtetasin KO, 40 vjeç, banues në Fier, i shpallur në kërkim policor nga Komisariati i Policisë Durrës. Ky shtetas dyshohet se dje në Durrës ka kanosur me mjet prerës thik motrën e tij. Në vijim të veprimeve procedurale, shtetasi KO u procedua në gjendje të lirë. Gjithashtu po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të vjedhjeve të një vegle pune në oborrin e banesës së shtetasit AH, 54 vjeç në Fier, dhe një shumë parash të vjedhura shtetasit AM, 47 vjeç, banues në Ballsh, në marketin e tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.